recetë me patlıxhan do të gatuajmë tani për ju. I kemi në tregjet tona me fruta perime, i shfrytëzojmë derisa të kuptojmë që mes pa perime, sa ti trigu pa perime nuk mund të rrim dot pa gatuar receta të ndryshme. E shohim recetën me patlıxhan se çfarë vjen sot, ndryshe nga recetat e tjera. Kombinojmë thjesht gatimin e sotëm me hudhra. 4 patlıxhan mesatar ose 2 më të mëdhenj, 1 kokë hudhër, 4 luggjelle vaj ulliri, krip piper i zi dhe opsionale, po pse jo ne t'ja shtojmë, edhe djathi i bardhë. Atëherë, unë shtoj. Normalisht pak gjallë, sepse i bën, ne duam shien, dhe normalisht tradita ka shije. Marr një fik më të vogël. O t'i presim patlıxhanët në shkopinja, në rrethore. Atëherë, po të duam ne, si përmbushje. po të duam ne, bëjmë hapje, Shpime, për ta pjekur ose skuqur kështu si që është, janë me tull, janë si sfyngjer që thithin dhe vaj, kemi thënë në pasere, dhe janë një nga perimet për cilat ka shumë receta. Pak aromë. Dafim, hudhër. Normalisht edhe marrë dhe një hudhër tjetër, se patlıxhanit i shkojnë hudhrat në shije dhe në kombinime të ndryshme. Si që shikni sot, recetat janë me pak përbërës të formave dhe komplet ndryshe shija nga njëra tjetra, si me petuat me miell misri, ashtu dhe patlıxhani, po ashtu edhe tava me oriz. Tani, për hir të vërtetës, se kjo recet na duhet në qik të shtojmë sasinë e hudhrave, se e këdo receta. largoj, e thaj mirë patlıxhanin nga larja. Larjen shumë mirë ne e dim, që larja bëhet me sodë. Normalisht problemi është gjithmonë tek pjesët, kemi thënë që trëndafili ka petale, si puna e petaleve janë edhe bishti. Largoj vetëm kaq, sepse këtu duhet ajo larja e mirë dhe e duhur. Duke i qëndruar, pa i hequr këto, duke i qëndruar në ujë të ftohtë me sodë, diku tek gjysmore, u bën shumë mirë. Larja, patjetër që mund të jetë edhe me uthull. Larja e perimeve, sidomos, disa perime duhet uthulla në disa perime. Është ngrohur. Vaj. Pra hudhra do t'i vendosim për të qarat brënda. Një sekundë, si që bëjmë mbushjen e kofshës qingjit. Pra edhe sasinë e kripës e shtojmë në këtë formë. Ja. Tani, pjekja, skuqja në tigan do një zjarë të ngadalt, Po. që të zbutet. Dale, se e ka dhe me... Atëherë. Që nga shumë të forta, Po. të qarjet. E till duhet, faktikisht e till duhet, sepse nuk duhet të dalin jashtë patlıxhanit, jashtë trupit patlıxhanit, kungujt isha Pa të thosha. zhyten fort, Të këtu? thellë, që të mos dalin thelpint e hudhrës. Tani, Pra duan qarje goxha. skuqen ka urdisjen, do të zbutet komplet trupi,
vaj dhe gjalp i aromatizuar me pak hudhër dhe aty dhe dafin. Hudhrën. Gjethet e dafinës. Dhe sikurse e ndihmojmë me kapakun që të zbutet. do filloj tek tjetra. Ndërkohë ne do të vazhdojmë me tjetrën, me mbushjen, me hudhra të kriposura dhe vendosim në tigan. Ndërkohë, receta e tretë ishte e patlıxhanëve. Ne u shkëputëm së bashku teksa mbushëm me hudhra patlıxhanin e dytë. Luajm patlıxhan, hudhra, vaj ulliri, kri piper dhe pak djathë të bardhë sërish për këtë recetë. Bëm këto çpimet e patlıxhanit teksa brenda vendosëm hudhra bekrip. Pra, në tigan me kapak i skuqëm, duke ndihmuar përmes avujve dhe nxehtësisë që patlıxhani të zbutet. Dhe brenda do të shihni dhe thelpin të hudhrave. Tani për ta serviru, siç tham, janë dhe lëngjet që kanë kulluar tek tigani. Pra, tani ne po të duam, shiko, sepse kërkon edhe pak, kërkon shumë pak tani. I vendos këtu ku janë. Me një nxehtësi shumë të avashtë, ama shumë të avashtë, që të na zbutet kjo pjesa e brëndshme. Largojmë pjesën e që kanë marrë shumë shije, edhe nga prania e hudhrave brenda. Ne do t'i shoqërojmë sërish me djathë të bardhë, që është një nga kombinimet shumë të mira për patlıxhanët. E pastaj, po të duam, i kombinojmë edhe pse jo me gatimet e tjera në tryezën tonë. Ndërkohë, lëvozhgat, sot përdorëm 4 vezë, po herët e tjera ku kemi përdorur më tepër sasi vezësh në recetat varet se si kanë ardhur, i kemi mbajtur për nesër. Po. Për nesër. Këto cipat e brëndshme, këto bëjnë gjithë punën. Pastaj mund t'i grim. Për nesër, pra për nesër, mos e prish. Mund t'i... Kemi të tjera receta me vezë. Po. Okej. Po bëjni gati sot dhe ju. Patjetër që po. Se ju kujtojmë çik përpara ne nuk bëjmë gabim. Jo, bën mirë, jo ka bim. Do një keka, ndonjë gjë çka keni, mos i hidhni lëvozhgat, ne i poqëm një pjesë i tham. Sidomos këto vezët që kanë këtë cipën e trashë, ato na bëjnë akoma dhe më shumë punë. Tani e përfundojmë dhe recetën e patlıxhanëve, duke e vendosur sërish në tigan për të marrë. Duke i vendosur pakës fare vaj, ja unë do largoj tiganin. Dhe ato konsumojnë ashtu siç janë si mish, të zëndësojnë mishin në shije, duke i skuqur pak, duke i dhënë atë temperaturë që mos jenë të forta, por të shijojë vërtet ajo butësia e brendshme, duke i serviru në fund me djathë e majdanos. Atëre, siç kam lëvozhgën, siç është hudhra me gjithë lëvozhg. Largoj. E mbuloj mirë me majdanos. Dhe me një nxehtësi shumë të avashtë, për 10 minuta, lëmë të tilla. Po të doni ju mund të shtoni edhe kokra piperi ose bahar. Bahari është më madhe se është 2 fishi kokrës piperit. Po dhe ka një shije më specifike. Po, si më të lehtë. Ja dhe këtu procesi mbaroi, se kur e nxora nga fura fillonte po vazhdonte zjerjen e orizit. Tani që ka pushuar, mund të merret avash avash në pjatë dhe e servirim. Këto ishin recetat për sot. I përshëndesim anvisat, ju urojmë një drekë të shijshme edhe një ditë të qetë. Shihemi nesër me gatimet tona, ndërkohë procesi këtu dihet që vazhdon dhe pak më tutje, se më gjërat edhe ti konsumojmë sipas rastit. Nuk i kam vendosur. Mirë. Ne ju përshëndesim. Shkëputemi për publicitet.